Mi mbrapa nga ABC News dhe mirë së herët në Diela Sprint. Fundjava sportive këtu në televizionin tonë vazhdon edhe sonde, pra me analizë për kampionatin tonë, por dhe shumë situata nga sporti ndërkombëtar. Tirana fiton një ndeshje delikate për Ball Ignatias 3-1 dhe ka një frymarrje për pjesën e mbetur sezonit. Janë 5 ndeshje, 5 finale, ku gjithçka mund të ndodhi pra në këtë kampionat të nxehtë dhe me shumë rivalitet. Ndërkohë që Vllaznia shpenzon pak, por merr maksimumin përballë Teutës, 1-0, 3 pikë të çmuara që e mbajnë të vetme në krye të renditjes në pritje të 2 ndeshjeve që mbyllin këtë javë, që do të luajnë nesër, pra ajo ndërmjet Byrsit dhe Dinamo City dhe Elbasani Partizani. Ndërkohë që rekorde për Vedat Muriqi, thyen 2 rekorde themi përsa e përket Majorkës, pra një për vitin 2002-2003 kur ishte përballë me Samuel Eto'o, i cili në atë vit shënoi 17 gola, ndërkohë që Muriqi në vitin e tij ka shënuar 18, pra, dhe natyrisht është 1 gol përpara dhe pastaj në totalin e përgjithshëm, ku sot me 2 gol që në shënuar, shkoi në kodën e 55 golave, kundrejt 54 të Eto'o. Do të kemi mundësi të flasim dhe për kategorinë e parë dhe shumë problematika tjera pra që na vijnë nga sporti vendas dhe ndërkombëtar. Po ndërkohë, ju prezantoj informacionin studio. Fatmir Mneri, gazetar publicist, më mbrëmje mirë se erdhët. Mbrëmje mirë se gjetë. Thash 3 pikë etike për Tiranën, por në ndeshje të tilla besoj ka dhe vlera tjera. Qofse do të ketë ta filloj me një punë kritike, kjo Tirana shtang Ignatian, sikur nuk i shkon në saj që u zhvillu në fushën e lojës. Më tepër pash një Ignatia që do t'ishte shumë më e kënaqur të mos mundej, se sa kërkoj të fitonte. Qartë. Ermal Deiri, specialist futbolli, më mbrëmje Ermal, mirë se erdhët. Vedat Muriqi, rekord në Spanjë, 2 histori fantastike, e Vedatit nga njëra anë dhe Myrtë Uzun nga ana tjetër. Janë histori që meritojnë të shkruhen, sepse janë shembuj për brezat e rinj. Po pra, prandaj është historia, si historia është për tu thyer. Edhe Samuel Eto'o tash e shet nga shtëpia dhe thot Vedat Muriqi, ky ku doli ky, se se di ku bie as në. Po. Edhe pjesa që ai lojtar është një nga më të mirët që ne kemi sot, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri, po edhe atje në atë, është na kënaq neve. E para, e dyta, është lojtar gol, lojtar që ka çdo lloj suksesi që ka rritur deri sot dhe ka me merit. Po pra. Dhe bravo i qoftë. Feminisja nga Prizreni, Teuta, Besa në Shqipëri. Dhe shkoj atje, po çdo gjë që ka bërë, do të thënë ka bërë me punë dhe me mund. Kështu që ne duam ta thy akoma më tepër që mos vi një njeri tjetër mas 10 vjetësh apo 20 vjetësh që të thy rekordin Vedat Muriqi dhe para. Ne përsëri do vazhdojmë do mburremi që ka shumë lojtarë. Jo, historia këtë ka pra është për të thyer gjithmonë, sepse themi gjithmonë historia ka treguar që ka fituar gjithmonë. Ka vlera të mëdha kur i thyen nga një shqiptar. Bravo, e para, e dyta, ka dhe vlerë shumë të madhe që nuk kemi vazhdimsi. Nxemja ishte dje, sot është emisioni jonë i pari. Se e theja është vazhdimsi, nuk quhet vazhdimsi. Kjo është vazhdon fundjava sportive. Diela Sprint. Na mungon gazetari joni i nderuar se atë e kemi çik qef se ka marrë dhe këtë pjesën e UEFA Pro. Më thoj edhe një batut për Uzunin. Shënon një super gol. Ozuni është njësoj por nuk merr rezultat. Ozuni është njësoj si Muriqi, ka filluar dhe ai me shumë përpjekje, me shumë mund nga Berati tek Fieri, nga Fieri te Laçi, nga Laçi atje, nga në Lokomotiv Zagrebit, Ferencvarosh, vajti në Granada, po, vajti në Granada nëzori vetëm, pra, ky kampionat i La Ligës për Shqipërinë duhet shkojnë sa më shumë lojtarë, sepse i nxjerrin në pa dhe i çon atje ku duhet. Për mbys Interi, Max, 2-3. Mirë, është një gjë që ndoshta pritet edhe. Jo, ju Max nuk jeni sinqert të Interit, sepse Gjent Muça, trajner pranë klubit Tiranës. Mirë, Muça, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Kjo situatë besoj kritike e Tiranës, pak në ekipit parë, besoj që ka një rrjedhë vazhdimësie edhe ke ju, besoj, ajo ndinjë përgjegjësie ose siklet që ka klubin tërësi. Më tepër se sa siklet, po themi që gjithë vëmendja pa diskutim që është ekipi i parë, sepse ne për atë punojmë në fund të ditës, pra që të furnizojmë atë dhe sigurisht që jo sepse ndikon, po themi tek niveli futbolliste, ama nuk është e mirë imazhi pa diskutim që ndikon te kjo skuadër, është më tepër që është
rekordmenja e kampionatit shqiptar, por gjithashtu edhe pretendimet dhe investimet që janë bërë. Kjo është e drejtë. Ergus Luga, trener pranë klubit Partizani. Mirë se erdhe, Luga. Përshëndetje, faleminderit. Tërkojmë për Partizani, nesër është themi ajo ndeshje që mund të flasi shumë, sepse përballë Elbasanit, për atë që quhet themi objektivi Final Fourit. Elbasani është një skuadër që faktikisht skuadra e Partizanit e ka vënë vështirësi, por që unë vlerësoj që skuadra e Partizanit ka ecur një algoritmën të mirë rezultatesh. Ishte ndeshje kundër Vllaznisë, ishte një ndeshje që për mendimin tim lozin kundër ekipit që po udhëheq për mendimin tim me merit kampionatit shqiptar, por që gjithmonë Partizani është një fanellë shumë e fortë dhe do jetë aty për luftën e Final Fourit. Deri besoj minutën e fundit. Shkoj deri në fund, patjetër. Po, ku kemi parasysh që ndeshja e fundit pra është ajo ndërmjet Partizanit Dinamos, pra dy skuadra që do ndajmë njëra tjetrën në vendin e 3 dhe 4 dhe 5. Ajo do të jetë me vërtet luftë, do jetë me vërtet një luftë dhe vërtet sportive, por që urojmë që ne t'ja dalim me sukses. E drejtë. Fatmir Neri, shofim pak Muriqin në këto momente, kemi 2 tabela interesante për të kuptuar se çfarë ka bërë Muriqin në La Liga, sepse shpeshherë shifrat kalojnë edhe imagjinatën, për shembull, sidomos në rastin e Muriqit, e përmenda pra nisjen e tij nga Prizreni tek Teuta, Besa dhe më radh gjithë pjesa tjetër. Kemi 2 foto që besoj regjia këto momente do të na i shfaqin në monitor. Pra, Muriqi është në garë për La Ligën, 23-21, diferenca e golave 2 pra me Mbappé, që është i pari dhe i dyti, ndërkohë që kemi më pas dhe këtë shifrë që po nxjerrim këto momente. Pra, kjo është përsa i përket këtij viti në La Liga, pra 23 Mbappé i pari dhe 21 Muriqi i dyti. Çdo të thonë këto shifra? Së pari, mendoj që është një shpërblim i gjithë sakrificës dhe curisë ose rrugë që e ka nisur pothuajse nga hiçi. Së dyti, duke ajo që i shton vlerat, paktën si e gjykoj unë, është që përkundër faktit që të duket se është një skuadër të vogël, dhe aty ku gjithçka përqendrohet rreth teje, shërbesh për golin e tjerë, ajo që nuk të lë ta vijosh të lloj logjike është kur sheh që është krah në foto, krah një potencial tip si Samuel Eto'o që dihet se çka bën në futboll. Flas kalimin e Eto'os. Situatën te Mallorca, por e drejtë. Aq më tepër pastaj kur i afrohet një markë të tillë si Mbappé që pastaj kjo është tronditse në kuptimin e mirë të fjalës. Jam ata, dakor. Muça. Krenari besoj, ha? Për një gjë më vjen mirë që... Dhe shembull për të ndjekur. Kalon ndoshta edhe pa vënë re. Maksi Tahiri e përmendi shumë mirë. Ka luajtur pra praktikisht në një kampionat ku ndoshta nuk njihej, jo ndoshta nuk njihej, kaloi në Shqipëri në kategorinë e dytë, edhe mendoj që Mallorca është stacioni i radhës. Kundër Muzunit, i cili ndoshta ka arritur majën dhe nuk mund të bëjë një lëvizje tjetër, Muriqi mendoj që thjesht Mallorca është stacioni i radhës edhe goditje e madhe do vi akoma për të. Ndese, kjo ndoshta në aspektin financiar, sepse në aspektin sportiv, besoj që luan në kampionatin më të fortë dhe më interesant botës. Spanja nuk ka, pra Mallorca... Qa veni është Mallorca? Mes tabele, ndoshta pak më poshtë. Golat që i ka shënuar, janë një trampolin shumë e mirë për të sulmuar pse jo dhe top 5. E kanë shpëtu Mallorca në? Po pra, drejt. Luka, keq për diçka që ne duhet kishim më shumë. Nuk duhet të mburshim me kaq pak element, ne duhet kishim më shumë element. Mirë, kjo është pastaj element shumë si puna çështje analize. Po. Patjetër kishim mundësi. Atë pastaj imagjinoni vende të tjera që kanë 100 milion banor për shembull, ne me kaq 70 milionë. Ju që jeni trajner atje, nxirrini. Shumë e drejtë, shumë e drejtë. Ndërkohë shijojmë në golin e Uzunit në kampionatin amerikan, edhe pse ky gol nuk solli pik për Austin, gjithsesi ka qenë nga ato golet e bukur siç ta ka mësuar Uzuni, të shënoi pra i vetëm kampionatin amerikan, por edhe në spanjoll, hungarez, kroate me gjerë. Ky është momenti pra i golit, dhe që ngushton diferencën pra përballë Los Angeles Galaxy pra nga 0-2 në 1-2.
dhe si gjithmonë Uzuni me shpejtësi tenton dhe kërkon të shënojë dhe golin e radhës, por gjithsesi ndeshja ka përfunduar me këtë rezultat. E shihim në një moment këtë. Vetëm se ka një ndryshim. Po. Kur lume ne ky në ekip kombëtar, ato e fusin aty në shtyllë parë dhe pra ne nuk ka bërë kështu gole, se këto e lënë jashtë. Sa këtu ka liri totale. Tak, gjutje. E vërtet. Lebra jepi mundësinë se nuk është ai për gjyt me kokë. Nivel lartë teknik, 99% do godisnin me trina. Është zanati ju. Jo, më ky është. Po. Jo, më është logjike. Muriqi për shembull është pika e referimit dhe ka bërë gjithë ato gola. Ma 53. Po t'ishte Muriqi te Real Madridin nëse do bëjshim një kështu, një iluzion, do kishte 33. Do kishte 33 xhan. Sepse Reali krijon shumë të tepër raste. Po shumë të tepër raste. Për shembull që Por individualiteti i atij lojtari është në atë lloj niveli që po kalon edhe Mapen duke pasur nga lojtarët nga mbrapa. Kuptove se kjo është ndryshimi që flasim ne. Po. Futemi tek futbolli shqiptar dhe fillimisht ndjekim tabelën me 3 ndeshje të zhvilluara, pra dje 1 ndeshje dhe sot 2. Më pas do të kompletohet pra ditën e nesërme me 2 ndeshjet e fundit të javës së 31. Vllaznia Teuta 1-0, Tirana Egnatia 3-1 dhe dje Flamurtari Vora 1-1. Ndërkohë që se kemi renditjen, sepse natyrisht ka shumë për të ndryshuar me 2 ndeshjet e nesërme, por shohim kronikën pikërisht të ndeshjes Tirana Egnatia, kronikë përgatitur nga Bledar Kuka. Çdo ndeshje për ta është si një finale, por duket se po mbahen mirë. Tirana e rrezikuar për të dytin sezon radhasi për të rënë nga Superliga, arriti një fitore të rëndësishme, e cila ishte e domosdoshme, duke mundur 3-1 Egnatia në duke pasur më shumë shpresë për mbijetesën. Në stadiumin Selman Selmasi, rekordmenët e titujve në vend treguan se din të fitojnë ndaj kampionëve, dhe pse polemikët nga miqt nuk munguan. Sfida pati protagonist edhe vari që ndërhyrin momente vendimtare. Kështu ndodhi në golin e parë të bardhëbluve shënuar nga Tabeki, që fillimisht u anulluar për pozicion jashtëloje. Teknologjia e ktheu këtë vendim. Pas pushimit Egnatia reagoi dhe barazoi minutën e 58 kur realizoi Buric, por të besuarit e trajnerit Orges Shej reaguan shumë shpejt. Pa kaluar 5 minuta, Gjigja realizoi sakt penaltinë e fituar nga Haxhiu për avantazh. Tiranazit nuk e ulën në ritmin dhe për pak minuta në të 69 shënuan edhe të tretin. Polemikat siç e tham nuk munguan dhe kampionët nga Rogozhina kërkuan të paktën një penalti në minutën e 52, kur rezultati ishte 1-0, veç se as gjyqtari Dota dhe as vari nuk i konsideruan këto pretendime. Kjo ishte fitoria e tretë e bardhëbluve në 4 ndeshjet e fundit në Super League, pra kanë një ritëm shumë të mirë. Tirana ka tani shanse shumë më të mëdha për të mbajtur statusin në elitë, pasi ka 31 pikë, pa aq sa Vora që mban vendin e 7 dhe që të jep qetësinë. Bylis për momentin ka 1 pikë më pak, me 30, por do të luajë këtë të hënë ndaj Dinamos në Ballç. Sa për Egnatia, Noja mbeti në 54 pikë dhe humbi terren në garën e 3 vendeve të para me Vllaznin dhe Elbasanin, për sa më shumë pikë në fazën e rregullt, që të ketë favor në play-off. Neri Tirana fiton, e tham fillimi ndeshje delikate, por ku ishte forca e kësaj Tiranës sot? Forca qëndron edhe nga motivi që ka skuadra. Është çdo ndeshje jetë vdekje. Çdo ndeshje kërkohet maksimumi pikëve se nuk ke ku lëviz tjetër. Ndërkohë më krijo përshtypje që Egnatia do ishte shumë e kënaqur nëse do administronte një barazim të përmi në ato ujëra. Kishte një veçori kjo ndeshje sepse Egnatia vinte nga një ndeshje nesjavë, një ndeshje e luftuar pra për Kupën e Shqipërisë, gjysmëfinale, ndërkohë që Tirana kishte javën e plot për të punuar dhe për të korrigjuar themi problemet. Është një avantazh dhe ky. Po natyrisht nëse duam të s'po të gjem, po të sajojmë faktor, mund ta bëjmë këtë, po unë dikoj që ajo skuadër ka resurset të jashtëzakonshme për... Flasim për historinë. Flasim, dakord, për historinë, flasim dhe për ndeshjen e sotme. Për historinë e Tiranës me Egnatin. Edhe ne nga Greqia i thon Pelatisa, e ka si klientin e vet. E Rafi dhe 1-0 atje ku ishin me i javë të 2 kishin kome u ashtu, me golin e Xhixhit që se mani men, apo? Edhe vjet, edhe par vjet, i ka të gjitha rezultatet dhe i ka shumë mira. Edhe ndoshta Egnatia nuk e dhënë do të historinë me Tiranën, sa do keq që tjetë Tirana. Pavarësisht se Tirana sot ishte shumë mirë, fortë e shumë mirë, ka lojtar shumë kualitativ brenda. Edhe
pavarësisht se është në vendet e fundit dhe ka të presionin dhe anën e psikologjike në mënyrën që duhet patjetër në çdo ndeshje të jetë forca për të fituar sepse duhet shpëtoj, por faktikisht po ta shohim se po të ishte më e qetë Tirana me lojtarët që ka brenda duhet ishte në vendet e 2-3 parë. Drejt. Që janë 3-4 futbollistë janë larg gjendjes fizike. Jo, unë them si kualitet, si kështu. Si kualitet në skuadër po patë 3-4 lojtarë që nuk përgjigjen dot Ritmit, po. Qartë. Në rregull. Ndërkohë që Pavarësisht stafit që mund të kenë, se janë futbollistë që i referojnë realisht kujt? mund të bëjnë. Po Kobiljar, po Myslovic, po Gjigja ka qenë me probleme. Gjigja me probleme fizike, po them. Edhe Kobiljar se doli përballë me portierin, po kujtoj sigurisht edhe fushat e tjera, nuk e di që kjo fusha e ons nuk e fut dot kohën nga poshtë. Është tjetër. Por më bëri përshtypje një fakt sot, për shembull forma e shkëlqyer e Bekajt. Kur erdhi Bekaj, gjithë kishin ato pikpyetje më dha, çfarë do të ndodhi, polemika me Tafas, i cili deri në atë moment kishte bërë mirë, por sot Bekaj ishte deciziv, vendimtar në momentin, sidomos mbas golit parë, kur Trysnia e Ignatis u rrit, Muça. Tani, mendoj që është e tepër për të folur për cilësitë e Bekajt, aq më tepër që edhe Tafas po bën një paraqitje shumë të mirë. Pra, okej, ndoshta nevoja e skuadrës në ato momente ishte më e madhe në repartet të tjera, kjo solli po më tepër për shtjellim, për sa i përket repartit pra portës, por gjithsesi mendoj që siguria mbrapa të jep edhe garancitë sepse ai mbajtin lojë edhe sot, pra një goditje e tillë të momentet e para do ishte një shok për skuadrën e Tiranës. Jo dhe sot. Pa diskuti, po Sot, se të kishte edhe ai 3-4 neshe që duhet merrte veten sa hyri dhe ai. Për ata i thoshin jo Tafa, jo kjo, ajo pse s'lun, po sot tregoj që është tamam ai portieri që kur hiku la të shihen e mirë, tash u kthy prap, tash po kthehen gjithë edhe Xhixha dhe Tabeku, si do kanë formë Tabekuja. Jo, fakti edhe Xhixha pra që kanë gjetur formën e tyre, natyrisht edhe atë figurën e liderit që ka pas nevojë këtë Xhixha specifikisht, domethënë është bërë një menaxhim shumë i madh të javës të fundit, sepse jo më kot edhe ndeshje me Vorën, u fut për një minutazh të caktuar, bëri dy gola dhe doli prapë për 10 minuta prapë për mos e rrezikuar. Apo edhe në derbi, në moment që shkoi ndeshja 2-0, ishte nxemje, nuk ja vlente për të sakrifikuar dhe ul në stol. Pra ka qenë gjatë gjithë kohës monitorim nga stafi mjekësor, gjithashtu në koordinim me trajnerë pa diskutime dhe janë marrë këto vendime dhe po themi deri në këtë moment është bërë po themi maksimumi, sikurse edhe me Tabekun, Po. Para për të kap formën dhe për të menaxhuar energjitë. Po ta shikosh edhe te goli që i vije të re, pra ke goli që u akordua me VAR, mendoj që shikoj se si feston Xhixha, kupton? Më shumë u gëzua në momentin që e dha vari, se sa kur u shënua, domethënë tensioni mendoj që i ka penalizuar, por të kesh një lojtar si Xhixha, domethënë e përmendin golin në Rogozhin, domethënë lojtarë të tillë që shënojnë aq fletë me plase janë të rrallë kampionatit shqiptar për vërtetë. Edhe pse për të vërtetë shumë afër ndaj Sinanit, nuk kishte një penallti themi totalisht e pastër, mund të kishte edhe një karambol të vogël. Jo, e pa. Portieri themi e shmangur. E pa portierin se ku shkoi herë, pastaj ashtu quhet penallti. Ora ti nuk e kupton sa e rëndësishëm është ti nuk e kupton sa e rëndësishëm është kishte fizioterapist mjek shumë të mirë që të bëjë gjithë to punë të sjellin avash-avazhe, e të bëjë. Edhe ju thonë vetëm nuk është vetëm lojtari, por është mjeku. Madhe pa diskutim ka qenë edhe Alvarez. Tirana e ka gjithasaj sprovë që kaloi. Që cecohet maksimum. Edhe ai nuk e ka gjendjen maksimale. Ishte prishme. Fizike, por ama ndeshje decisive ka shënuar gola, ka mbajtur topin, pra po pak a shumë skuadra e Tiranës ka luajtur me dy fantazistë aty. Mbështetur me shpejtësinë e Xhixhës edhe të Tabekus, ka krijuar përshtyellim në mbrojtjen e kundërshtarëve. Ndërkohë, Luka, roli i Shehit, pra i Ges Shehit, i cili vjen në një moment delikat, kur gjithë mendonin pse e mori këtë moment, askush nuk ta merrte përsi për një sfidë të tillë apo një bazë të tillë, gjithsesi e mori. Pikërisht tu desha ndërhyrë dhe unë, kur flisim para forcit. Mos harrojmë që skuadra e Tiranës ishte një skuadër që kishte 6 humje rreshta. Tani për një trajner, i cili është mësuar petkun e më shumë skuadë të tentoj të shpallet kampion, se sa të luftoj për ngjitjen e kategoria. Fillimi isha pak skeptik kur e pa Shehin që, okej, projekti i klubit, dakord, kanë zgjedhur, kanë marrë Ges Shehin për trajner.
Dhe me të vërtet që e ka sjellë skuadrën në formë mirë, por nuk mjafton gjithmonë emri, që Tirana tjetë për të luftu për mbjetesë, por që duhet jetë në forma momentit. Dhe unë e shoh formën e momentit Tiranës, që ka një formë mirë. Nuk e dija që Gjigja ka pas probleme fizike, por që është një lojtar që me të vërtet i ka dhënë një shtys shumë madhe dhe skuadrës Tiranës. Pra i ka dhënë cilësi, eksperiencë edhe promotori që e ka sjellë dhe Tiranën, pavarësisht dhe me kësi me trajnerin dhe gjithë grupi, por ky lojtar është një lojtar që cili e ka ndihmuar shumë Tiranën në vështrim. Pavarësisht me aksoj se mu më pëlqeni që këto batutat, dhe Fatmiri e di, kur thonë këto trajnerët që më pëlqeu projekti, unë vdes, sepse nuk ka projekt fare as i gjonë. Ai Orges që e mori këtë ekipin, edhe bëri shumë që e mori, sepse ka luti me dy pjesë. Pjesa e kokës që e hoqën nga Tirana, dhe pjesa tjetër që po e çova unë Tirana dhe e majta në kategori me atë gjëndi që ishte, do dali tek pjesa e asaj që ne themi sot është trajneri i suksesshëm. Edhe që po flasim sot. Tash pjesa e projektit, se Mamushi Menjez e kishte projekt fantastik presidenti, edhe unë prandaj e besova, këtë nuk e kam unë fare dhe nuk... Ja, s'ka thënë, nuk është shprehur. Jo, që thash unë këto trajnerët tu dhe se e tha Luka shpresë e projektit. Se kam gjithë trajnerët ku shkojnë, si të bindi, kishe projekt fantastik. Ore, këtu në Shqipëri projekti o neshe rratës, se këtu s'ka projekt. Po, pra, për këtë thuj. Ajo ka koka e ti ishte kjo, o do dali kështu, o do dali kështu. Jo, ka shenja, pavarësisht se mund mos të dalin rezultative, po shenjat projekteve ka. Egnatia, unë e konsideroj që është një projekt i sukses. Po s'ka ndryshu trajner Egnatia. Egnatia s'ka ndryshu trajner. Skënderbeu, jem aty unë të kjo pjesë, projekti kjo është. Në pyetje suaj, përdor një fjali që përdoret në futbol. Dhe prandaj them që shehi e ka pranuar, sepse Kërveri thot që kur loja bëhet e fortë, të fortët zbresin fushë. Kjo është e vërtet. Madje unë do shtoj edhe diçka tjetër, që Mneri e ka thënë, ndoshta edhe muaj përpara, Rasje Nuhiut, i cili e diskutonte dhe thoshte që është momenti, duhet ndryshuar diçka te Tiranës, sepse kjo po rishket gjithmonë më tepër drejt fundit të tabelës. Dhe pse themi ndryshimi erdhi pak me vonesë, ndoshta nga shpriti, ose nga dëshironi shumë njerëz të sportit. Unë jam dakord. Ndryshimi dhe suksesi erdhën. Unë jam dakord se kemi edhe shokun tonë aty që është pjesë e Tiranës. Nuk e diskutoj që kemi thonë që duhet ndryshoj diçka, se po bie. Jo, e ka thënë Neri, ti se ka thënë? Po unë s'kam si ta them, se iku i pari, iku i dyti, iku i treti, erdhi i katri, çfarë them unë? E thash për të parin ndryshoni, e thash për dytin ndryshoni. Do flasit e Neri për tretin? Tashi, po boni 2-1 ekip, do flas prapë, unë hiqen edhe këtë se duhet ndryshojnë e gjë, po s'ka kohë mo. Kjo është dhe janë 4 copë. Te i treti ndryshon dhe 10 lojtarë. Unë ndryshon dhe 10 lojtarë te i treti, nuk ndryshoj vetëm trajneri. Kur thu, ndryshon gjithë, i hoqëm gjithë. Por problemi është se Tirana duhet kampionatit tonë shqiptar. Është një nga ekipet që është pjesë e tifozërisë dhe që janë të gjitha dhe duhet të jetë pjesë e kampionatit. Të shohim disa raste diskutueshme. Pa humbur ekipet e tjera, pa thënë dhe pa marrë. Atëherë ka pasur disa, themi, ankesa nga pjesë e Ignatës përsa i përket situatave në ndeshje, pra raste diskutueshme. I shohim këto momente për të kuptuar diçka më tepër se si kanë qenë pretendimet, pra momenti është goli pari Tiranës, këtu kemi sistemi vari cili në fillim arbitri ka ngritur, arbitri ansor ka ngritur flamurin, por më pas sistemi vari ka konfirmuar. Kështu gjithçka themi ne këtu Neri është okej, apo ja? Po. Flasim vizat, nuk flet. Mirë, dakor, se ndonjëherë thuhet për shkakun që vizat bëhen sipas një formati të caktuar. Jo. Mirë, në rregull. Jo, ishte drejt Ishte drejt Sara. E kam drejtë edhe vetë këtë. Po të shifni rastin konkret, është në të njëjtën pamje, edhe momenti nisjes topit me... Këtu, ka pas shumë ankesa nga lojtarët e Ignates. Ishte apo jo 11 metrësh ky dy luftim me Rimal Haxhiun? Mendoj që e ka bërë më të lehtë arbitrit, se në moment që e ka shtyr me dorën e majt, i ka futur dhe një me djathën që mos ketë dyshim arbitri për ta dhënë penalti.
Nuk e di, po... Mja, dakord, në futbol angles, mund të jepen këto situata? Ku? Të kush futbol? Angles, për dhe të nesha që ishte para... Ankesat shumëta dhe tek rasti albanezes, e shofim edhe njërë këtë, ka këtu hapësir luga për penalti, apo themi është nga ato rastet që... Ta përsërisi dhe i herë se ishte shpejt. Do të keni vëmendje, sepse në një farë mënyre jam punuar gjithçka në kore-kore. Vizën se bukur ishte. Po, pra, vizën ishte perfekte. I lutem regjistë për shumë rastin e tretë albanez, lojtari Ignatius, për të kuptuar themi që kishte apo jo mundësi për 11 metrësh për Ignatien në rastin konkret. Neri ju e pat ma jep një mendim, ndërkohë që e rishikojmë përsëri mbas pak. Ja, është ky momenti. Ka një prekje aty, ka dash ta vjedhë futbollisti Ignatius, Po? por që unë e shoh si penalti atë. Dy luftimi themi ndryrë e verës ka qenë korrekt, ha? Po? Ka pasi të rejqet letë, dhe të themi. Po, ja, ky momenti. Kjo zgjatet dore. Po t'ishte tek në ngjarje, mund të hanë diskutim nga dy krahat. Në momentin që ballafaqohesh me rastin e penaltis dhënë për Tiranën, kjo ngre shumë dyshime për të dhënë penalti. Në qoftë se nuk do jepte penaltin e Tiranës, kjo nuk ishte absolutisht, nuk do diskutoheshin për asnjë gjë këtu. Pra të dyja janë në njëjtin nivel. Sepse janë të dyja, mos bëhemi bezdishëm, janë të dyja që vlerësohen nga gjyqtari, këtu nuk ndërhyn vari. Jo, fare, s'ka punë. Sepse ndjeshmërinë e fushës nuk mund ta ketë themin e vari në rastin konkret. Megjithatë, mos ankohen këto të Ignatius, sepse kanë ekipin shumë të mirë. Aleksin... Ja i shofin dhe me gjiro dhe bashkë. Aleksin ja falen në ato ndeshjet dhe erdhi lyti me Tiranën direkt, u përforcu dhe Ignatia. Tash se Tirana sot fitoi, s'ka një gjë të keqe. Është më e fortë Tirana. Ndërkohë, kalojmë ke ndeshje tjetër që përfundoi në orën 21 ndërmjet Vllaznisë dhe Teutës, shohim momentet kryesore. Tham që Vllaznia fiton një ndeshje ku me, le themi, energji penzuara në maksimum, mori 3 pikë, mori maksimumin e pikëve dhe ruajti kryesimin përsa i përket renditjes në abisnet superiore. Ndërkohë që Dodaj gjithmonë dhe më tepër është deciziv te kjo Vllazni, sidomos me golat e javëve të fundit. Ermal. Pse e qumë ti që Vllaznia kështu fitoi pa ashtu? Sepse u mundua që mbasi shënoi gol avantazhi pra të menaxhonte rezultatin dhe duke mos qenë Vllaznia agresive si në Vllaznia edhe këtu me Dinamo që luajti Kupën e Publikut para 3 ditësh, mos harrojmë që shumica e lojtarëve ishin pjesë e formacionit. Edhe luajtën 95 minuta, që do të thotë që për 3 ditë duhet të përgatiteshin prapë për të luajtur ndeshjen e dytë dhe nuk është e kollajt sepse duhet rotacion faktikisht për të bërë. Vllaznia luan futbollin ashtu siç e do vet. Pra, shënon golin, edhe këtu me Dinamon, fillojt madhe topin, u mbrojt shumë mirë, e ktheu Martinin në 5-4-1, dilën kontrasulme për ta gjetë Dinamon bosh, duke pas parasysh që edhe Dodaj është një nga lojtarët, që është një sulmues që nuk e di pse secit në Bullgaria çfarë problemi, po cilësitë e këtij lojtari, qoftë driblimet, qoftë shpejtësia, qoftë golat që ka bërë, kanë qenë shumë decisive për Vllaznin. Ndërkohë që të bën përshtypje, ka shumë lojtarë që nëse nuk punon balaj, qofse nuk punon balaj, e zgjidh Kallaku, e zgjidh Dodaj, e zgjidh Bismarck, e zgjidh Malaj, ka shumë lojtarë. Për balaj në këtë moment është një moment jo, përse përket shënimit goleve, ndoshta puna e tij është e rëndësishme në skuadër, por dalin pastaj Bismarck, Dodaj, lojtarë të tjerë shumë që zgjidhin këtë situatë. Mendojnë që Vllaznia, Luga, gjithçka e ka tek forca e grupit dhe tek bankina e gjatë. Unë jam ides që titulli po tenton për të shkojnë Shkodër. Është një skuadër që me të vërtet ishte një skuadër që unë ishte hera parë që unë e shifja live stadiumi, është një skuadër që kur e pash ndeshjen me Partizanin e vuri jo pak herë në vështirësi në kuadrin cinik, sepse Vllaznia edhe unë mbrojt mirë, po edhe sulmoj me Dinagari. Them se kjo do të jetë viti i tyre herë. Për të qenë për titullin kampion. Pra janë në gardë dy fronte, sepse dhe kupon duket sikur po e vlerësojnë maksimalisht. Po, për të dyja janë në gardë faktikisht, por që unë mendoj se e kanë tentativa, ato tentojnë për të fitu kampionatin. Po. Muqa,
forca e vllaznisë së Edi Martin, këndvështrimin të? Mendoj që skuadra e Rogozhinës e ka treguar që mund merren të dyja titujt, për këtë arsye mendoj që edhe shkodranët ja hudhën në sulm për të dyja trofet. Unë mendoj që ajo çka ka penalizuar Shkodrën ndër vite, euforia tashmë është kthyer në një motor, edhe po i shtyn ato, po themi, jo thjesht duke vlerësuar çdo ndeshje, por këtë eufori ata kanë përkthyer edhe në rezultate tashmë. Pra, siguria që kanë krijuar si skuadër, pale që thoni ju, edhe pse ai nuk po shënon, mos harrojmë që është gërshënuesi i skuadrës, por ama po bën atë punën dhe po i krijon hapësira të tjerë. Sigurisht që nuk delet kampion vetëm me një lojtar dhe me golet e një lojtarëve. Ka dhe një fakt tjetër, Muça, që duhet ta analizojmë, sepse më jepi den ndonjëherë Edi Martini sikur do që gjithçka të presionit, të diskutimit, të debatit ti marri përsipër vet dhe skuadrën ta lëri të qetë. Është taktikë që kanë përdorur edhe trajnerët tjerë. Jo, për ne ka bërë. Mendoj që është një taktikë. Ju ale juve moderatorëve që zihet me ju, edhe e lën skuadrën. Domethënë deri nga dita e ende nuk merret njëri me lojtarët e Shkodrës, merret me Martini vetëm ditën e Po pra, ndeshjes. Tirana e tha mire, Muça, jo euforia kjo. Tirana ka bërë Vllaznia ka bërë një ndryshim kolosal. Gjithmonë ka fituar fushë vet. Problemi i Vllaznisë ka qenë kur shkonte jashtë fushës vet. Dhe duke pasi tashi me Edi Martinin është bërë cinike dhe fiton ndeshjet jashtë fushës me çdo lloj ekip. Jo, fiton edhe dominon, për shembull. Jo cinike për shembull kuptimin. Po pra, po dominon, Është kjo që e ka çuar në vend të parë. Ky është stabiliteti. Mos harrojmë që Vllaznia edhe me Bordari që ishte në vend të parë, duke fituar, pastaj filloi të humbë 9 ndeshje rresht. Kurse kjo Vllazni ka ndryshe. Ed Martini ka dhënë grindën dhe prandaj nuk merren me lojtarët dhe merren se e ka marrë përsipër vet për të qenë të qetë dhe për të por. Në ndryshim me herë të tjera, ka shumë lojtarë që vinë dhe nga stoli dhe të japin zgjidhje. Gjë që nuk e kishte. Ka qenë tipik skuadra më e pjekur e kampionatit, ha? Është një skuadër që nuk t'impresionon gjithmonë me lojë, por me rezultat. Luka, mbetemi këtu, vazhdojmë të flasim për Vllaznia të Uta, por gjitha këto mbasin të prej të shkutër publicitare. Rikthehemi pas pak. Vllaznia të Uta, po diskutonin për fitoren e Vllaznisë, por ndërkohë që nga tjetër të Uta duket sikur këtij kampionati i ka dhënë lam të mirën përse për këtë objektive dhe ruan mesin e qetë të tabelës së klasifikimit. Do të bëj një pyetje Nerit lidhur me Vllaznin. Neri, kjo Vllazni duket që ka shumë zgjidhje, pra Edi Martini. Ka individualitete, ka grup, ka më pas, themi, edhe atë që konsiderohet ADN-ja me lojtarë shqiptarë, pra bazë të fortë. Dhe në mjaftë raste, kjo është një faktor shumë përcaktues. Sepse më e thjeshta fare, pavarësisht se thonë që gjuha e futbollit është universale, unë nuk e di se si ja bën në skuadrat e tjera ku kam parë trajnerë që janë në vështirësi, nga që i ndrohen dhe shpesh, nga që i kanë me shumicë, nga të rënë dhe emrat e futbollistëve. Kështu aty është krijuar një kohezion i bukur gjykoj, që edhe ata që vinë, që nuk kanë, si tu është atë që përmendët ju ADN-n e Vllaznisë, një farë mënyre janë të detyruar, janë të presuar, janë në sandwich, që të sillen si ai ambient. Plus, ajo që bën, për shembull, nuk guxoj ta quaj një ekip cinik. Jo, në ndeshje të caktuara. Deri diku pragmatizëm, por nuk është që ne shohim sistematikisht një Vllazni që me të bërë një gol të riqet prapë. Jo, po e ka sistem që tenton kundër sulmit. Është një skuadër, ka shënuar dhe me sulme, jo vetëm me kundër sulme, dhe fakti që kanë aty në krye të sulmit një nënç tipik, nuk është që t'jep shumë lirshmëri për atë që thonë ju për kundër sulmit. E ka një pikë aty që siguron një lloj. Së dytë ajo që më bën përshtypje dhe ndërkohë që përgatitet në raste diskutueshme për t'i kaluar është Martini fal përbërjes së plot që ka në skuadër, ka mundësit që të krijojë, të bëjë ato rotacionet që përmendët ju, sot pam pjeshën të vendosur fillimisht një pozicion krejt pazakoncë, vetëm për t'i krijuar mundësi futbollistëve që kishin shpenzuar shumë në mesjavë me Dinamon, të kishin lloj relaksi. Kjo është e vërtetë. Ndërkohë, shohim raste diskutueshme, Muça,
Ajo që të bëm përshtypje është tash për Teutën, 2 fjalë për Teutën. Çfarë po i ndodh? Apo kampionati për atë tashmë? Të kampionatit ka arritur, domethënë, po themi është praktikisht pa objektive dhe ndoshta edhe motivimi nuk do jetë në nivelin e duhur. Mendoj që presioni që ka pasur për rezultate dhe jo vete, edhe për objektivet madhore, pra për qenë këtë top 4 që minimumi, ka ndikuar jo pak edhe tek puna e trajnjej, sepse mos harrojmë që një periudhë të gjatë ka qenë lëkundur për të, pra edhe është munduar deri diku edhe për pasardhësin e tij. Mendoj që do ketë ndryshime shumë për sa i përket pjesës mbas përfundimit të kampionatit. Do kemi Teut që do bëj revolucion për sezonin që vjen. Pa diskutim për ambicet që ka dhe për potencialin. Pa diskutim që po. Ka pasur lojtar, kujtoj këtu qendërmbrojtësin, pse jo dhe Beshiret, të cilët kishin një pak ndikim pozitiv të kjo skuadër, u mendua të largoheshin dhe prurit e reja nuk është se kanë justifikuar besimin e dhënë. Po. Ndërkohë 2 fjalë për flamurtarin. Jo, desha të them dhe për të që është me vërtetë skuadra që nuk ka fal kur nuk e qenë serioz, kur nuk e ke vlerësuar maksimalisht. Por që nuk ka pasur atë stofin për dominu kampionatin. Është një ekip, ka qenë një ekip që ka qenë Ky ishte rast për karton të kuq, ndërkohë që po e shohim, të lutem. Po, por që i ka mungu shumë... Ky rasti këtu për shembull? Edhe 2 muaj burg. Edhe 2 muaj burg. I ka mungu shumë agresiviteti edhe kjo e ka pengu për të vazhduar për lart. Atë e lete pa lut dhe Zhinov Kallaku nuk u shkoi fare as topi, por se ishte për topin. Domethënë, sparkata ka qenë në lartësi. Ka qenë në lartësi. Ka shumë dëm Kallakut aty. Po çfarë thoshive lartësinë e këmbës lart. Edhe topin po të kishte kap në lartësi, është shumë e rrezikshme. Pra veprimi drejt e mi arbitrit në këtë po të kishte penalitet komisioni disiplinës edhe 2 muaj. Unë e di që Yazgjiun e ka kërkuar vllaznia. Yazgjiun ka dashur të bëjë çështje tjetër pastaj të merkatit. Ishte boll vllaznia në mbrojtje e Tahiri. Flamurtari ka humbur një rast. Çfarë rasti? Të ardh dje me barazim me Vorën. Valla unë kam 8 muaj që ka humbur rast të ardh, po s'po merra si fitore. Edhe dje ju desh 3 pikë patjetër, edhe me Tiranën ju desh 3 pikë patjetër. Barazimet nuk e çojnë gjikundi, as Vorën as Flamurtarin. Vora një pikë është shumë mirë sepse i duhet për të qenë dhe për të shpëtuar nga kampionati, kurse Flamurtari me këtë barazim nuk mendoj unë se është tash favorit për të kapur të paktën në vendin e play-outit. Ndërkohë, nesër 2 ndeshje Mneri, Bylis Dinamo dhe Elbasani Partizani. Çfarë presim? Po të nisim nga ato që mund të quhen prag ndeshje, shot avantazhuar Ballçeotët, qoftë edhe për mungesën e bregut, që them që është lojtari më cilësor që ka Dinamo. Po. Ashtu sikurse edhe tek në Elbasan shot favorizuar Elbasanin, qoftë edhe për faktin e thjeshtë, ndoshta për arsye personale, në shije personale, e gjykoj shumë të rëndësishme për keq mungesën e Kërnaqës në stad. Edhe pse themi konsumimi i Elbasanit në mesjavë mund të lëri pasojat e saj pra në këtë përballje me Partizanin. Po patjetër mund të lëri pasojat, sepse ka shumë lojtar Elbasani që kurse Ballçi ka jeta vdekje ndeshjen nesër. Kështu që përse për këtë anës psikologjike, do hyjë në fushë, do mbaroj ndeshjen vetëm për të fituar 3 pikshin që të jetë brenda objektiva. Dhe përballë Dinamo që nuk hap rrugë. Dinamo sa rrugë te kategoria e parë, shohim tabelat grafikisht për rezultatet, sepse ka qenë thash një javë shumë e rivalizuar, aty ku deri në fund shumë mendohej që Skënderbeu mund të merrte një barazim dhe gjërat pastaj në renditje ndryshonin, por në 80 ka shënuar dhe më pastaj ka ruajtur pozicionin në krye të renditjes. Po Gradeci Kuksi 5-1, Kastrioti Laçi 1-2, Burreli Skënderbeu 0-1, Iliria Luftëtarit 0-1, Besa Lushnja dhe Korabia Pollonia 0-0. Renditja mbas kësaj jave është si më poshtë, vazhdon të kryesojë në vend parë Skënderbeu me 73 pikë, 70 Laçi, 67 po Gradeci, pra gara ose mirë themi në javën e fundit ndeshjet do të jenë ndërmjet njëra tjetrës dhe këtu do të ndahet besoj vendi i parë dhe i dytë dhe më pastaj i treti që shkon në play-off me Besën në rastin konkret, pra e treta me të 6-ën dhe 4-ta me të 5-ën që mund të vazhdojnë ëndrrën për ambicet superiore. Ndërkohë, Iliria 38 pikë, 36 Kastrioti, 35 Besa, 33 Korabi së bashku me Burrelin. Këto besoj janë në luftë për
pjesën e play-offit, ndërkohë që për mbi tezë kemi Kuksi 27, Apollonia 27, 26 Lushnja dhe 25 luftëtari. Pra në arkën e 2 pikëve kemi 4 skuadra që do të ndajnë, 2 skuadra që bien nga kategoria dhe skuadra e tretë që do të luajë në play-out. Herman, Skënderbeu humi penaltier e para. Pastaj e boni golin në minutën e 80. Kështu që mund ta kishte zgjidhur rezultatin shumë shpejt. Mirë, po mënyrë si mori loja për shembull mund të mbyllë edhe si mori loja, ajo që pëlqeu mua ishte që dhe Bureli luti fort, luti për të fituar ndeshjen. Nuk las një lloj mundësie Skënderbeut për tregu pjesën që ishte më tepër ekip se sa Bureli. Tash pjesa tjetër, Laçi, Kastroti Laçi ka një vazhdimsi në renditjen e kampionatit me fitoret e një pas njëshme, ashtu si dhe Pogradeci, të dy janë skuadrat që kanë një rivalitet shumë të madh, nuk po lën asnjëra, nuk po bën gabimin për të lënë pikët dhe me që kuptoj unë tash Skënderbeu është i dalë për sa i përket në këto 3-4 ndeshjet e fundit, sepse një fitore i duhet dhe... I duhet 3 pikë për të siguruar futjen direkt, pastaj vendi i parë është tjetër gjë. Po vendi i parë nuk e di, ka lek vendi i parë? Ka 50 milion lekë. Po i duhet Luka, bie tesa luftë e fortë, e ashpër me problematika, si e shikon për shembull në 4 skuadrat e fundit, kë shikon më të rrezikuara? Them drejtën i shoh të gjitha të rrezikuara. Edhe kjo fitoria e luftëtarit i dha një marsh më shumë tash kësaj luftës famshme për mbijetesë që u zgju Kuksi që ishte skuadra që të gjithë dhe mendom që do të binte në kategoria, por ishte skuadra që është skuadrat më në formë për momentin. Shoh më pak të avantazhuar shoh Lushnjën që do e ketë punën shumë pisk me Apollonin. Po. Pra në këtë moment jemi në këtë pjesë, apo jo? Jo, luftëtari po tregohet skuadrë burrërore, por që e ka të vështirë të majë... Varet e ndeshjet që janë të shi ndeshjet e fundit dhe se si luajnë njëra me tjetrën, dhe kjo është pjesa që do dominojnë. Në qoftë se luftëtari do fitonte me Besën, pasi gjithë asaj që u bë, që Besa fitoi dhe sot e kanë në play-off, se ndryshe do ishte shumë poshtë. Do flisim ndryshe. Do flisim ndryshe për luftëtarin, se do ishte 30 pikë. E drejtë. Muqa, të vjen shumë habi se si Lushnja vetëm këtë vit, po për 3-4 vitesh, ndoshta me buxhet superiore dhe të përfundohej në fundin e tabelës së kategorisë së parë, vërtet e çuditshme. Po pse arsyet? Po pa diskutim keq menaxhim, se s'ke çfarë emri të vesh tjetër, vetëm emrat e trajnerëve që kanë shkuar atje, do mjaftonte për të ngjitur në Super League, po ja që keq menaxhimi të çon në këtë drejtë, kur themi. Gjithashtu pash një intervistë të kapitenit të Pogradecit, ku shpreh i bindur që do ngjitesh në Super League, edhe jam kurioz ta shikoj tani si do shkojnë të Zgurës, si do shkojnë ngjarjet, sepse vërtet Skënderbeu ka bërë diferencë. Për mbështetje për moral për ekipin, ai dhe për moral. Tendenca do të jetë më pëlqeu bindja, edhe domethënë edhe vjet ishin shumë afër, kupton? Po shumë afër, edhe një ekip si Tirana fitoi, po ndoshta me ekipet e tjera mund të kenë rivalitet barabartë. Të këto 3 ekipet që mund dalë. Qofse edhe me Vorën mund të jetë rivalitet, edhe me Ballçin është rivalitet, edhe me Tiranën tash është në rivalitet. Vlora ime. Megjithatë Mneri, ai që më përshtypja është dhe një fakt tjetër që në 4 skuadrat e fundit kemi 4 emra të rëndësishëm të futbollit shqiptar. Kuksi kampione në abisen superiore, Apollonia me një histori themi ne të rëndësishme në futbollin shqiptar së bashku me Lushnjën dhe luftëtari, pastaj mos kujtojmë pastaj Sevedim Brau, Seidi Kallusi e tjerë për shembull, plejada e artë, duke bërë dhe pak histori. Pra të vjen keq, por realiteti është ky. Pavarësisht se jam me ju sa i takon emrave dhe historisë që ka në futbollin shqiptar, mos harrojmë që ashtu sikurse Apollonia që ka vite që nuk po nga krye, dhe duhet të shkojmë shumë larg, maks. Duhet të themi 40 vjet përpara, kujtojmë kohën e Stefës, e Bitës, e Pogaçës, që dhe 98 për shembull që fitua Kupa e Shqipërisë, kështu që them skuadër, ashtu siç Kuksi. Apollonia. Ka pas edhe në jetë surim më të mirë luftëtari, po ai luftëtar është ai që përmendet ju, Po.
Ishte edhe luftari i Europës, për shumë me Bregu, me Abbasën, me Marat. Ky është nga Fieri dhe e nisi nga luftëtari Lushnja që dali te Apollonia. Jo, përmenda 4 fundit. Edhe te Kuksi. Kuksi nuk ka një histori të madhe të futboll, se profesori ka qenë atje mësues, edhe s'kan luajtur volejboll, basketboll, gjimnastik, po futbollin mundje. Kanë qenë kampion, po futbollin nuk e kam pas ato. Këto vitet e fundit. Por është realiteti 20 viteve të fundit. Po pra realiteti, kurse edhe ajo dhe mund të ndryshoj. Përsa i përket pasaj Lushnjës, Apollonisë, luftëtare, to kanë histori që në kohën e atërshme për lojtarët që kanë zjerë. Maksi, finale ka qenë Lushja me Fieri. Po pra, po pra, sot të dyja po dalin Lushja me Fieri. Me gjithë se kjo kampionat nuk e ka shumë vëmendjen edhe mediatike, i mungon e herë, por është kampionat nuk i dihet nga të Jo, ajo që mua më bën përshtypje Luka është që ka trajner nga më të mirët futbollit shqiptar. Ka talent dhe element shumë të rëndësishëm që mund të vëzhgohen me kujdes. Edhe kategoria 2 qytete shumë të rëndësishme që janë pjesëmarrëse. Ka shumë element, por që të gjithë pretendojnë, tentojnë që të lojnë në kategoritë të parë. Për mua është një vitrinë shumë e mirë për Kategoria 2 ka element mirë? Ka element. Ndërkohë, shohim disa gjëra të bukura ndërkombëtare, pra europiane. Rekordi përjetshëm bavarez. Bayern një skuadra për të mundur, një skuadër e frikshme, pra kalon numrin e shënimit goleve në 105 që nga viti, pra rekordi Bayern që nga viti 1972. Shohim disa momente pra nga ky Bayern. Se ishim 5 muaj përpara kur thosha unë që Bayern do bëj nome, ti më thoshe Interi, ja ku ke Bayern, një gjoj çik këto vjetrit në futboll. Se ti ke luajtur çdo kështu që ndërmbroj, çka ne. Edhe ti dhe Muça. Luajt gjok të sulmuesit unë më fatë mirë që kemi gjenë. Që dim shkojmë, 105 gola, edhe në Madrid mrena atje. Ti mund të botë 3. Neri, në Champions League, kështë shikon si finalist shumë, që do rinë në fund? Maksani, një qofë se do t'ishte më përpara, mundet edhe të flisje me dyshime, me një lloj prognoze të rezervuar, tani që i kemi në sytë tanë dhe shohem se si e kanë e curin gjatë kampionateve respektive, duke diferenca. Se shipe çfarë po bën... Bajë planet tjetër, a? Çfarë po bën Reali në kampionat. Jo, është e vërtet. Edhe Atletico. Është e vërtet. Muça, në Angli, Arsenali duket se po e vë titullin e rrezik, fillojnë dhe emocionet e fundit kampionatit, ndërkohë që City mund sot dhe shkatron Chelsea jashtë fushës vet. Është për tu habitur, sepse mendoj që Arsenali, edhe pse me vështirësi në këto momente, nuk mendoj se do ta shlojë këtë herë. Për shumë arsye, por ja, ke Cityn që duket sikur në këtë periudhë të vitit Guardiola specialist, ndeshjet që duhet i fitoj, nuk le vend për dyshime dhe imposhtet edhe psikologjikisht, se 3-0 Chelsea, po Chelsea ja boni vetës, që me ndrimin e trajnerëve ishte shumë mirë, gjithsesi do jetë një luftë deri në fund dhe mendoj që do bësh edhe më bukur, po ta merrte Arsenali. Veçse e frikshme, mas asaj periudhës jo të Cityt, sot pa e që bërë përshtypje ishte lehtësia me cilën shkojnë të goli. Ndoshta edhe për viti nuk bëhet kaq shpejt. Ajo skuadra që ka vite pas. Ajo që do të thosha unë Maxit është kjo që pavarësisht se Bayern po thyr rekorde dhe po thyr shumë gjona, mos harrojmë që neshja e kthimit janë neshje në Champions League, janë neshje që ti nuk e di se si të merr rrjedha. Dhe duke pas parasysh faktorin e arbitrimit që kemi ne këtu në Shqipëri e ka edhe ai Real Madrid në Evropë. Duhet kesh frikë. Duhet kesh frikë për Realin në ndeshjen me Bayern. Ndërkohë, në Itali Luga fiton terren Interi, fitoi ndeshjen e sotme, humb terren Napoli dhe Milani, i cili humb me Udinezen, dhe nga ana tjetër Napoli nuk shkon shumë se barazimi me Lecce e Ramadan. Çështja kohë Interi për mendimin tim është vazhdon rrugën për titull i kampion. Tjetë pastaj, unë shoh edhe këtë Komën, do më pëlqete ta shifshe herë në Champions League Komën, se e folëm me bëm pjesë, përmendëm projektin, e është tipik projekt, ky i Komës.
Dhe unë qef kam t'i shoh, por që Interin... Mu më pëlqen se Maxi e Shajti këtë Kivu nuk është trajner për Interin, nuk është tu, s'ka Stofin, s'ka këtë Interi. Sham ne Komanin me Barin, për qaj mori Barin e Komanin të mërë të trajner tjetër, urdro këtu rekordet. Duke përfituar nga prezenca e Buqës, tifozët e Tiranës, fanatikës kanë dërguar një video të lezetshme ku përfshihet Gent Muça në këto momente, e shijojmë këtë dhe më pastaj shijojmë golat europian në fundin e emisionit. Regjia na mundson në këtë moment këtë video, le ta shijojmë. Ti Maxi e shikon vetën tënde ku shumë bazë emisioni, se unë nuk e shoh. Me Beogratin! Me komunista! Emocionu se me kalu politik fare. Shikon sot Muça. Na, mytë e morin. Pas ndeshjes në Beograd mirë. Është karikim, ha? Te Partizoni nuk shko trajner të kur. Me këto që ke thënë. Edhe ti nuk je shumë i mirë, se nuk mund të japësh, ti trajner është profesionist dhe duhet të jetë me të gjithë. Ne kemi Reizorin, për shumë tifozë i Tiranës, kështu që diskutojmë pas emisionit. Ndërkohë, me një mëri batut e fundit. Si që nuk duhet bë më zëdhënë si i gendet e kështu, po meritet i kartolinë më tishme. Gjithsesi, për njerëzit e sportit, këto kartolina vlenë, sepse, thashë njerë, janë histori që shkruen dhe më pastaj kujtohet. Mirë, erdhëm mbrëmjen e fundit, pra në fundin e emisionit në këtë mbrëmje, ku do të shohim golet europian, dhe përpasi të shohim këto golet, do doja të uroja pra gëzuar Pashkët për gjithë besimtarët ortodoks, shëndet, fat, begati për gjithë shqiptarët pra kudo janë anë e banë botës. Unë falenderoj Fatmir Mneri, Gent Muçën, falenderit, Ermal Tahiri, Ergus Luka, falenderit. Golet europian, bashkë takojmë të shtunën me 90 minuta, ku do të kemi mundësi të analizojmë futbollin shqiptar, por jo vetëm. Deri miru pafshim. 12:30 e 5:30 me Tanin? E pra, po të thua edhe këtë, e qove të shtunë. Takojmë djelen, se kemi djelen njërë, pasaj të shtunë. Drejt. Mirë, golet europian, miru pafshim bashkë.